Ta filloj nga fillimi, unë them që Benameta është marrë, është dorëzuar, themi, para drejtësisë, se sa Benameta është arratisur, apo tentativa arratisë, si thonë tash duke u iku bëri njërën tjetër. Këtë gjë e kam deklaruar që ditën e parë. Kam deklaruar edhe se nga ka hik, ku ka qëndruar, edhe kur vajti në Zvicër, në njëjtën kohë që gjithë thoshin që është në Greqi, është këtu, është atje, nuk dihet se ku është. Po kjo pak rëndësi ka. Benameta kur u dorëzua me atë të penduar, themi, bashkëpunëtorin e drejtësisë. Dhe Benameta ka referuar të gjithë pyetjeve që janë bërë, apo të gjithë dosjet që ishin bërë në Amerikë, Benameta ka konfirmuar apo ka shtuar diçka më shumë, apo mund të ketë hequr diçka nga ato dosje që janë bërë. Kështu që po ta vesh re, edhe intervistat që jep Benameta janë intervista të kontrolluara, nuk janë intervista që Benameta i bën në mënyrë linare. Benameta të gjithë i bën të kontrolluar dhe kjo është ajo që FBI-ja ka përdorur gjithmonë. E ka nxjerrë Benameta për të treguar ato bëmat e Ramës apo të qeverisë të Ramës dhe disa gjëra dihen, disa i konfirmon, pastaj dalin që pas kësaj ndodhin disa veprime grupet kriminale, hapet afera, pra bëhet një paraprgatitje nëpërmjet Benameta të ta përluajë një politikën e paraprgatitjes së opinionit publik. Pra për ta informuar opinionin publik para se të ndodhi veprimi. Çka do të thotë, nëse i jepet për tunelin e Llogaras, pavarësisht se ne kemi diskutuar për tunelin e Llogaras, dalja e Benametës si zëvendës se ka zëvendës kryeministër dikur, nuk është njëri i thjeshtë për bën një analizë apo nuk ka fakte. Dalja e Benametës pastaj edhe deklarimi i tij në opinionin publik e bën atë që opinioni publik në momentin që ndodh mos të shokohet, mos të ketë në një shokim të madh, në një gjë të madhe që thotë bubu. Dhe duke diskutuar pastaj opinioni publik, duke diskutuar, duke bërë mediatike, duke diskutuar në për tavolina, pastaj njerëzit arrin të kuptojnë se çfarë dëmi është bërë. Dhe në momentin që vepron spaku, pastaj absolutisht nuk keni paqe. Në momentin që vepron spaku nuk ka në një reagim negativ. Ka shi spakut apo në një reagim pozitiv ka shi personit. Pra që thonë, si me thonë, themi atë fjalën gjunaçi apo se ky nuk është i tillë apo nuk është i tillë. Pra bëhet një paraprgatitje të terrenit dhe pastaj vepron spaku. Këtë lloj, unë pranaj u kam thënë që spaku ka ndryshuar qasjen e tij dhe po bën ato veprimet e tij që në Shqipëri nuk ka ndodhur ndonjëherë kjo. Që të hidhen tre gjëra dhe pastaj veprohen. Se gjithmonë kanë qenë të infiltruar, kanë qenë rrjedhje informacioni, kurse këta nuk e kanë këtë lloj problemi, nuk e kanë se gjën e kanë kontroll. Gjën duke pasur gjën kontroll, ata e dinë shumë mirë, sepse dinë shumë mirë dhe lidhet që janë. Për shembull, në opinion publik nuk mund të pranohet që shefi i policisë, që është më i madh i policisë, dhe të jetë i implikuar, por Proda për shembull i mor telefonin, pa askush nuk tha që pse u mor telefonin këtij personi. Po të gjithë thanë që po, policia është e implikuar me krimin dhe me drogën. Kështu që ai çfarëdo që thotë Benameta sot, duhet ta shihni në atë pikën që është ajo pika që e shtrohet rruga përpara. Hidhet djerzhavori dhe pastaj hidhet asfalti. Edhe me Benameta këtë lloj politike kanë bërë. Kështu që çfarë do të thotë nuk ka se çfarë thotë Benameta nëse do marrë nga pikpamja pastaj politike, nuk ka ndonjë apo korruptive, nuk ka çfarë thotë ndonjë gjë më të madhe, sepse dosjet ku janë përfshirë të gjitha është edhe Benameta, vetë personi Benameta. Pavarësisht se Benameta mundohet të justifikohet, ta përdori këtë si justifikim për veten e vet, por tek e fundit edhe ai në dosjen e tij, në këtë dosje është emri i tij, mos harrojmë këtë asnjëherë. Pra Benameta nuk është një njeri i pastër që po del dhe po tregon. Benameta është në kupolën e këtyre, është brenda këtyre dhe duke qenë brenda këtyre, ai din shumë gjëra, lëvizje apo se ku janë bërë pazaret e ku kanë ikë lekët. Por jo se Benameta është një njeri i pastër dhe po del tash para shqiptarëve dhe po deklaron, po bën denoncime të Benameta dhe vetë është i pastër. Absolutisht jo. Unë kam dëgjuar intervistën e Benameta, qoftë edhe për Bukën Shah, ku
unë e di mjaft mirë, korrupsionin që ka bërë Benameta. Atë që Benameta e firmosi privatizimin dhe 2 ditë para se të largohej nga posti i zëvendës kryeministit, ministri financave, Benameta, megjithëse kishte 2 vjet që i kishte bërë, domethënë kishte shpallë shani, apo kishte dhënë pronën, mas 2 vjetësh Benameta e bën firmos për ta zhbërë, domethënë veprimin që kishte bërë. Një veprim absurd. Dhe kjo është në spak. Po Benameta mundoi ta trajtoj si gjë që unë nuk kam gjë, pra ato duart e pastra. I shoj si dako, se ta gjithë me duart pastra, ne edhe Rama është me duart pastra, ju e patë edhe Akshin e Nxorri me duart pastra. Edhe Belinda Balluku me duart pastra. Gjithë me duart pastra janë këta. Po çuditërisht të gjithë vjetët i kanë bërë këta. Thash, Benameta është pranuar nga FBI-ja, është pranuar që të jetë bashkëpunëtor për të konfirmuar apo për të dhënë disa detaje më tepër, më të hollësishme, që mos të ketë brumë shumë, themi ne. Tjetë ajo esenca. Dhe Benameta këtë e ka bërë. Unë nuk përse do thotë një gjë të madhe. Benameta nuk e ka përmendur një herë që thotë Rama ka ndërtu mafia në shtet, Rama është komandanti i gjithë, gjitha fijet shkojnë tek Rama. Dhe unë kam qenë pjesë e këtij, ky është pastaj nëse ti do t'i bësh nder këtij populli, duhet të thuash, unë kam qenë pjesë e kësaj mafie. Po sot hika. Për këtë arsye, se Benameta nuk hiku për arsye ideologjike. Po e hoqe Rama për arsye të veta, prishje pazaresh. Këta janë thjesht prishje pazaresh. Megjithatë, thash, është ajo pjesa që bën politika amerikane bën këtë, shtron rrugën pastaj bën veprimin. Dhe opinioni publik e pret, jo si bom, jo si gjë që pse u arrestu ky. Se asnjëri si shkotet me që Belinda Balluku do arrestojnë. Po më duket se në këto intervista kemi bërë ne para Benametat për sa i përket Tynelit. Por, patjetër, duke qenë posti i zëvendës kryeministrit, i jep më tepër akses fjalës Benameta, patjetër. Plus edhe media, televizionet që fillojnë edhe bëjnë propagandën. Se kjo është e keqja në Shqipëri. Që këta e kanë poshtë mreti, rrof mreti. Nga Fryera, ne shkojmë, fillojmë pastaj edhe kthehen. Nëse ti i vesh gjithë njerëzit e Sorosit sot, megjithëse i kanë shërbyer apo vazhdojnë si shërbejnë, vazhdojnë financiuar nga Sorosi, dalin dhe bëjnë sikur janë kundër Sorosit. Pse? Për të qenë në lojë. Për të qenë në lojë. Dhe mendojnë se Amerika e ha këtë lloj, themi këtë lloj paçavure që bëjnë këta, që duan ta quajnë veten politikanë, se politikanë janë kurrë. Kështu që Benameta do japi një intervistë për mua, nuk ka ndonjë, nuk e di se a do të tregoj Benameta se sa miliarda euro janë pahajt në emër të Ramës, të Vučićit. Do ta nxjerrë. Do nxjerrë sekuestrimin që ka bërë FBI-ja në Amerikë. Unë po them Ramës, po janë edhe të tjerët. Se ka qenë ministri finanse, e ti shumë mirë se ku kanë shku lekët. Megjithatë, do të shohim çfarë do thotë në një gjë. Inshallah s'merret me pllakat e brejtë e Ariolit, që di se çfarë nga parrohet. Unë kam thënë do ketë vetëm bilet vajte, nëse do shkelin në Amerikë, unë kam thënë do ketë vetëm bilet vajte, nuk do ketë bilet kthimi. Nuk do ketë bilet kthimi për vetëm arsye sepse thash drejtësia amerikane nuk është si drejtësitë e tjera, të cilat të lejojnë të bën, thash rasti Maduros nuk do të gjykoj absolutisht asgjë, por rasti Maduros, domethënë marrja e një presidenti në detyrë. Thash i lejmë të gjitha i lishëm, i palishëm, kjo ishte president i lishëm apo i palishëm, e njohim se njohim ka vjedhur, s'ka vjedhur. Po marrjen detyrë e një presidenti dhe nxjerrja para drejtësisë amerikane do thotë se Rama do të shkojë dhe nuk do të kthehet më. Domethënë do të marrë akuzën, do merret si i pandehur. Mos harroni se ka është
pavarësisht se këtu është vetëm çështja me Goni Gal apo Sinaloa, e dyta është më e rëndë se sa e para, por kemi edhe atë dosin Bilali, nëse ju kujtohet kur Rama ishte në Amerikë, ai është dënuar, Rama nuk i hyri gjë në këmbë. Por ajo që është kryesorja është sepse edhe pjesa tjetër pastaj që duhet kuptojmë edhe një gjë tjetër që Rama ka një pasuri në Amerikë. Jo vetëm vilën luksoze që ka, po edhe kompanitë që ka, dhe vilet edhe apartamentet që ka në New York, në Bahaj ku ka dhe parat në bankën e Sorosit. Të gjitha ne u kam thënë që të gjitha janë të konfiskuar. Tashmë atje është bllokuar, domethënë edhe pasuria e tij është bllokuar, kështu që ai do të shkojë dhe do të përballet aty se nuk ka shku, nuk ka nga lëvizëm më. Pra, politika e Trumpit kur dha atë për 90 ditë dua që Ballkani domethënë të bëjë gjithë atë rifreskimin themi, të nxjerrë të gjithë inventaret e saj, këta nuk e morën seriozisht, siç nuk e morën seriozisht qoftë edhe Vandelidi, qoftë edhe Mërci apo Macroni apo këta kur Trumpi goditi, jo goditi, po paralajmëroi atë Europën, duke thënë me çështjen e refugjatëve, me politika që po ndiqni, kujdes me NATO-n, duhet pagunin lekët, këta vazhdonin akoma, derisa ka ardhur kjo situatë sot në Europë, ku bën pjesë edhe Rama në korrupsionin e Europës, ku bën pjesë edhe Rama, patjetër sepse thash ky është ai portavoce e Sorosit, i caktuar i Sorosit për Europën. Kështu që Rama patjetër shkon edhe si lider i Sorosit në Europë, jo vetëm për këto afera që ka bërë. Po ajo që është më kryesorja, që unë kam ngulur gjithmonë që është e pamundur që të prekësh sigurinë e Amerikës dhe mos gjykohesh. Kjo ishte nonsens. Kështu që jo pa qëllim ju thoja që deri në fund vitit do të mbyllet kjo histori. Kështu që Rama do të shkojnë, për sa kohë shkojnë, ju e keni vënë edhe në SPAK kur shkojnë, nëse është person ndjeni ikën pa avokat, merr ndjeni për atë çfarë ditë deklaron, dhe pastaj nëse je person në hetim apo merr akuzë, patjetër do thotë radhës tjetër do vish me avokatin sepse do marrësh akuzë. Kjo është ajo që Rama ka bërë dhe ka anashkaluar, ajo letërporosia që Rama para një viti e gjys, që Rama si erdhi një letërporosie dhe Rama nuk e deklaroi, ajo që unë i thosha Ramës hape atë zarfin çka ka mbrën, na trego çka ka mbrën. Pra, pyetjet e Ramës janë bërë. Ndjenin time të gjithë pyetjet çka ka pas FBI janë bërë. Drejtësia amerikane ja ka bërë pyetjet, por ajo që nuk i rënë, domethënë o u anashkalua apo u bë, por nxjerrja nga departamenti i drejtësisë e i dosjes i publikuar në mënyrë publike që s'kishte bërë vakina i heqi, departamenti i drejtësisë në Amerikë botonte një dosje e cila nuk ishte në gjykim, tregonte hapur që ky do përfundonte në këtë lloj gjendje, pra do thirrësh se s'bën, nuk e di pse u zgjat për politikat e tyre, por nuk di se si i kanë, domethënë mënyrat e hetimit të veprimit janë ndryshe nga ato tonat. Këtë po e shohim edhe me veprimet që bën SPAK-u, që tashmë bën veprime të ndryshme, nuk është më ai SPAK-u që vepron në atë formë. Kështu që sot ka dalë ky lajm që me datë 20 të shkoka. Mua për vete, domethënë unë nuk e kam parë në Ramën jashtë objektit të drejtësisë amerikane apo të drejtësisë shqiptare. Jo më kot kam thënë që gjithë grupet kriminale, droga, korrupsioni, të gjitha shkojnë në një pikë tek ajo që quhet Edvin Rama, por që unë kam cilësuar gjithmonë që ka ndërtuar mafia në shtet dhe në asnjë mënyrë nuk e kam pranuar kurrë ta quaj narkoshtet, por kam thënë gjithmonë ka ndërtuar mafia në shtet dhe kjo mafia shtet tashmë do shkërmoqet, do bjeri, se nuk ka rrugë tjetër, domethënë i gjithë korrupsioni që është bërë, gjithë droga që kalon, është pavarësisht se Rama u mundua me Sazanin, t'i fali Sazanin, t'i bëj, por po të veshër edhe tërheqja e Kushnerit ishte pikërisht në fund vitin
e vitit kaluar, u tërhoq nga Sazani, pra bëri një pezullim, solli një shkresë nga data 25, ndoshta nuk më kujtohet mirë. Ka sjell një kërkesë ku u tërhoq nga Sazani, nga investimi në Sazan, bëri një pezullim, domethënë deri në fund të gjashtë, duke pas parasysh ky person është në hetim, domethënë, apo do merret në hetim, kështu që e la pezullet ai. Dhe kjo tërheqje që bëri Kushtin, edhe ky është një sinjal tjetër, domethënë pozitiv për sa i përket Shqipërisë, jo Ramës. Që Rama nuk mund të shmanget më drejtësisë amerikane. Do të ishte ndoshta, nëse do ishte një politikan i mirëfillt, do kishte bërë tërheqjen atë që ju kërkua që të tërhiqesh në mënyrë të qetë. Nuk e bëri, po vazhdoi me atë kokocinë e vet, me programin që ka Sorosi, se të gjithë ta majtistët pavarësisht se sot edhe Sorosi kur përmendet si Sorosi, dikur përmendet në komunizëm, sot thon Sorosi, po komunizmi, Sorosi një janë, majtistë janë të gjithë këta, nuk është se ndryshojnë ai gjë të madhe. Por sot ka një emër tjetër, domethënë. Kështu që Rama tashmë do përgjigjet. Unë them i qëndroj prapë asaj që unë kam deklaruar që Rama ka vetëm bilet vajti, nuk ka bilet kthimi.